keni qenë në majë të politikë bërjes të shqiptarë amerikanëve. Ju vazhdimisht keni qenë një lider, keni qenë edhe në lobizëm, keni pasur dhe marrëdhënie të shkëlqyera me shumë politikanë, kongresmenë, senatorë amerikanë, dhe më shumë që keni dhënë kontribut dhe keni azhënuar, keni dhënë mundësinë që Kongresi Amerikan të ndihmojë qendrën shqiptare, ka qenë dhe bashkëpunimi me Elliot Engel. Por do të them një statistikë të dhimbshme. Në vitin 2008, kur përfundoi pavarësia e Kosovës, shqiptarët amerikanët kishin rreth 87 deri në 90 kongresmenë, senatorë e politikanë të tjerë miq. Aktualisht ka rënë në 13%. Pra nuk kemi atë marrëdhënie, atë razhonim, atë lobizëm që ka shberë para pavarësisë Kosovës. A është e shëndetshme kjo dhe a duhet që neve si shqiptarë amerikanë të kemi marrëdhënie të mira me politikanët amerikanë? Kjo është pyetje për ju. Por je korrekt atë, ka ra përkrahja, ka ra lobizmi i komunitetit tonë në Washington. Arsyeja është se janë disa arsye. Komuniteti jonë mendon se qeveria Shqipërisë dhe qeveria Kosovës duhet të investojnë shumë në Washington, su kur investon Serbia me 30-40 milion në vjetë, si investojnë shumë shtete tjera. Po mendojnë edhe po kërkojnë se këto qeveri të fillojnë të bojnë investimet e tyne në lobizëm, si u takojnë qeverive për t'i bërë, u takojnë këto Kosovës dhe Shqipërisë. Unë mendoj se komuniteti jonë ko mas kohë ka ngritje kur ka krizë, por shpresoj Zotin se na nuk do të kem krizë më tjetër. Ka ra Covidi e ka bo pak ato të vetën, ka ra interesi, po përpjekem të riorganizohem. Washingtoni ka shumë ndryshime prej viteve 2015-20, këto vitet e kalume, ka shumë ndryshim. Po komuniteti po riorganizohet prap. Në zgjedhjen e presidentit Trump, komuniteti jonë ka qenë mjaft aktiv në Michigan, keni qenë shumë aktiv këto. Unë mendoj se fitimi i presidentit Trump në Michigan është një pjesë e shqiptarëve se kanë votuar. Është një numër i shqiptarëve. E ka ngritjen e vetë në Texas, komuniteti jonë po punon, është një energji shumë e mirë. Në New York kena fillua prapë edhe aty, ka shumë organizime me kongresmen, me senator, po përpjekem të hecim përpara. Por prapë është një munges nga investimet e qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës. Kur thëmë investimet, ne duhet të kene investime në ambasadat e tyne, ku për shembull ambasada Kosovës ose ambasada Shqipërisë duhet të kenë 20, 30, 40 njerëz që punojnë profesionalista në këto ambasada, ku kanë lidhjen me komunitetin tonë, ku kanë lidhjen me Amerikën, ku punohet vazhdimisht non-stop në këtë aspekt. Në qoftë se qeverit investojnë në këto mënyra, investojnë në consultant, investojnë në njerëz që janë afër Trumpit ose afër Partisë Demokratike në tashmen, kur këto investime komuniteti jonë është edhe do t'i përkra. Na marrim pjesë për të zgjedhë kongresmen, senator, për të bo miq, por këto qeverit nuk mundën me kry, na i kryjmë komuniteti jonë. Unë mendoj se është një energji, po riorganizohet, ka pas një ramje gjatë Covidit edhe vitet e fundit. Po ja, për ta kuptuar më mirë, ta nisim nga vetja, edhe nisim nga juve. Ju për shumë, gati për 20 dekada, keni qenë bashkëpunëtori ngushtë i kongresistit Elliot Engel, i cili ka dhënë një kontribut të madh në Kongres, edhe ku ka pasur mundësi për çështjen kombëtare shqiptare, veçanërisht për Kosovën. Mi po jeta bën saj,
e doli. Absolutely. Atëherë, juve jeni i ri akoma, jo i ri, po keni energji si asnjëherë tjetër. A keni menduar që do të keni juve një bashkëpunëtor tjetër të politikës amerikane për të vazhduar kontributin për çështjen shqiptare? Congressman Engel është një mik i shqiptarëve, unë jam non-stop në kontakt me ta, bisedojmë një herë, dy herë në javë dhe ka një dashuri ndaj popullit tonë, ka bërë një punë të madhe për 30 sa vite. Ai sa herë bisedoj me ta një herë në muaj, më falemendroj për edukimin dhe afrimin tim në jetën time me popullin shqiptar dhe me shqiptarët. Por jeta ka aksisoj, jeta vazhdon edhe hec. Na kena bëjë investime, unë personalisht është një Congressman Torres, është në atë distriktin ku punoj unë, ku kam zyrën, ku ka qenë edhe Elliot Engel. Është Congressman në distriktin Elliot Engel. Në Bili ai është Congressman ku jeton Elliot Engel atje në Riverdale, New Yorkit. Congressman Torres e kom njoft para se më ajo është tash 12 vite gati në karrierën politike. Ka qenë 8 vite, ka qenë City Council, ka qenë Council New York City. Unë njoh para se më shku në New York City Council. E jena bo meq me ta. Ajo është një djali zgjut, është një djali punëtor shumë. Ai në City Council ka qenë gati majrev ka qenë. Për 2 vota e ka hub votat për më bo njëri majrev Speaker of New York City Council. New York City ka 8 milion njerëz, është parlamenti ose kuvendi i New York City. Tash po bën 6 vite, është në 5 vite është congressman. Edhe ka arrit me qenë në disa lider në Kongresin Amerikan. Në kem pas fat jena bo meq me ta dhe punojmë shumë afër me ta. Ai ka vizitu Kosovën 2022 dhe ka një dashuri për vendin tonë. Është co-chairman i Albanian Caucus në House of Representatives në Kongres, ku po rritet numri. Ka një energji kështu fenomenale. Ky i ka 3 pozita në tashmen. Në këto 5 vite të ashme, ky do doshtë në 3 pozita. Një, mund vitin si vjen, mund do të vendos tash dhe një 2-3 muaj për me qenë governator i New Yorkit. Ajo është një pozit e pret. Pozita dytë është, na i kena 2 senator prej New Yorkit, Chuck Schumer, i ka dhe një 2 vjetë e gjys, edhe ka me dalë në penzion. Pozita dytë, si ky mund të merë, është me qenë senator i New Yorkit. Edhe ajo është fenomenal, ky është me mosh është kështu i ri, edhe në kohë se bëhet senator do të është një kohë gjatë atje një mik i joni. Pozita tretë, në kohë se vjen në një ndashme në qeveri demokratike, mund të është minister në disa aspektet, ose mund të jetë kandidat për nënkryetar të Amerikës në të ardhmen. Adin është ka mjaft energji, po punojmë me ta, e kem mik kështu, po përpjekem kena një Michael Lawler, është Partisë Republikane, Richie Torres është demokrat, edhe me ata kena një miqësi, edhe ai ka një energji mjaft në zgjedhje, ka një energji, ai ka mujt disa demokrat, ku kanë qenë shumë powerful për mu bo congressman, edhe ai do të shikon për të bëhet United States Senator në tashmen. Ka shumë meq ai, e takova presidentën e Kosovës me ta, e takuam një grup në shqiptarët e New Yorkit, ku ishte presidenti aty. Një mik i tina ka qenë congressman, është ka qenë këshilltar National Security Advisor për presidentin Trump tash,
Mike Waltz, tash ka dhënë ndërhjekje, po tërhjekjet për asaj detyre, presidenti Trump e ka amnu për ambasador në Kombet e Bashkuara, ambasadori i Amerikës në Kombet e Bashkuara. Dhe ky kongresmeni si e njohim na dhe është kongresmen ku jetoj unë atje në Westchester County, kem misi me të, unë e njoh shumë gati tash 10-15 vite se ka punu për disa njerëz si tjerë si unë i kam njoh. Ky për shembull e ka shumë mik ambasadorin e arshëm në Kombet e Bashkuara ku mund të kem takime ku mund të ndihmon Kosovën dhe Shqipërinë. Po veprohet edhe po punohet për non-stop. Richard Lukaj, për shembull, në Connecticut, dy senator Murphy, Blumen, Richard Blumen, senator Blumen, miqtë shqiptarëve, dy të janë Partisë Demokratike, por shqiptarët në përkrejt Amerikë po punojnë edhe me republikanë dhe me demokratë, se çështja jonë as nuk është republikanëve, as demokratëve, por momentalisht do të punojmë, bëjmë çmos me presidentin Trump dhe qeverinë e tij. Në lobizëm ka një rol të veçantë edhe gjeneratat. Për shembull, ju keni një familje të shkëlqyer, edhe fëmijët i keni azhonuar në biznesin tuaj. Po në politikë, si do të vazhdoj kjo? Po mendoj se po përpjekem fëmijët, djemtë, vajzën, familjen tonë, t'i edukojmë për të hecur përpara në këto temë, po përpjekem ku të punojmë edhe me republikanë edhe me demokratë, njëherë për të mirën e vendit ku jetojmë edhe ku punojmë, për të mirën e Amerikës, tani vjen edhe për të mirën shqiptarëve në Ballkan, njerëzve tonë, vendlinjen time. Unë mendoj se komuniteti jonë ka mjaft një energji, të rritë dhe të rejat, po shkollohen, po shkojnë përpara, investime në gjitha lamit, është me të vërtet një energji si na nuk e shohim se sa shqiptarët kanë hecë përpara në Amerikë, se ku gjinën, ku janë pjesëtarë në gjitha elementet, ku shkojnë gjonë shqiptarët, në qeveri, në biznise private, në medicinë, në avokat, në banka, ku shkojnë. Unë mendoj se jo fort gatë do të kem një shqiptar amerikan në Kongresin në Amerikës, në Senatin në Amerikës, edhe nuk e përjashtoj si do të kem një president ose një presidente shqiptare, origjinë shqiptare në Shtëpinë e Bardhë në të ardhmen.